Kjo është situata në hyrje të fshatit Buriq i Vogël. Kanali ansori i rrugës është kthyer në një landfill mbeturinash. Mungesa kosheve të mbetërinave, por gjithashtu edhe depozitimi i tyre në gjithë gjatësinë e kanalit është kthyer në shqetësim për banorët, të cilët kërkojnë që mbetërinat të largohen. Herë me hje këtë mbetërina këtu, qesin gjithë farë coftin, ashtë jena bo me dollë për këtë ujtë për zote. Një është veni krejtë, stërë. Qesin qaj e gjithë shatë cofta. Tash me pavu dhe të u banjet, u më vu ka zonat belasish botë na i rëmuj. Unë që kom dritarin edhe më zgjumit për zotin me dritare, gushtit versëm du të me fjetë, me dhun pejtëneve. Shumë kesh jena. Kish me vu do shteti mirë bojnë, kujt japin votat edhe me në nresh një kesh që punë nuk o punë shumë. I vnojnë ata tubat, qesin i fja asfalt me, bjen ka zonat si në për të në votë. Një të nakarë, për zidit si falë zotin nezën flaki, tu që ko kam shpinë, duhet me mëllë dyre pëgjere, se të në zihet venje hinë të imi manë. Gjdo ditë, se janë një ditë e dy, s'ka rëndësi, por gjdo ditë. Kja është e të mërshme. Nuk kanë vu dë kosha, ju kom pas sugjeru me vu dë kosha njëto, me goditi ven me ba me blosi, me vu dë kosha, 4-5 sopë edhe me i qitë aty, edhe me i marë si kosh. Jo, kështë smerë, kështë... Pastrojnë? Vini pastrojnë? Po i pastrojnë gjdo ditë, vine marën kapak. Po që kanë me ba, pastrojnë, duhet fadroma. Me heke, me pastru, me godit vendin si mështë hedhin ma. Që të dira, për të porta, jam e më kanë qitë para portet. Po këto motorinat hedhin, po që me ba? Kush i hellë këto motorinat? Dori që i matë i bini tu. Mirë sësh, po që me ba? Në sënë shqip, zi i bëllën. Të shpijës, me ba me pas respekt tani dikon të shpija. Dikush po, dikush jo, në tash 30 sa vjetë, kur një se qesi ta. Megjithse firma e pastrimit largon mbetërinat në mënyrë të vazhdueshme sipas banorëve, sërish ato depozitohen në këtë zonë. Ka as ndotjes së ambientit, prezenca mbetjeve vetëm pak metra nga rruga kryesore Shkodër-Koplik, krijon një pamje të shëmtuar edhe për turistët, të cilët lëvizin në këtë segment.